Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 15 deri në datën 21 prill. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Ndërkohë, ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës të kaluar që vazhdojnë deri në datën 15, videot e muajit prill, sepse ato përfshin gjithë muajin, por edhe videot e hënës së plot. Dhe do filloj me të gjitha shenjat me radhë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë, do bëjmë parashikimin e javës, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta ndjekin dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e dashit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Ju uroj përsëri një javë të mbarë të gjithëve dhe shohim energjinë që do na vi për këtë javë. Ju shoh në një nxjerrim dhe një letër. Ju shoh, nuk e di, një pjesë prej jush jeni duke menduar për stabilitetin e njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja, ose që ju të bashkëpunoni me personin që jeni në njohje ose në lidhje ose në marrëdhënie në çift. Ju dëshironi një ndryshim të madh. Ju shoh që jeni duke ëndrruar, ndoshta ëndrroni rreth një njohje, lidhjeve ose mund të keni dhe ëndra, iluzione në lidhje me shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, por ndërkohë ju jeni në një situatë, në një fazë ku ndjeni të lodhur për një kohë të gjatë. Dhe ju shoh që do të çliroheni nga situata që ju kanë lodhur deri tani. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ju dëshironi të ndërtoni gjëra më të sigurta. Dhe për këtë gjë jeni duke ëndrruar, do jeni duke ëndrruar. Ndërkohë, një pjesë prej jush, ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, disa prej jush mund të kenë krijuar një stabilitet ekonomik, ndërsa për disa të tjerë jeni duke menduar, ndoshta për të investuar në blerjen e një shtëpie, blerjen e një makine, ose një zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, mund të jenë blerje online, dhe shoh ndryshime të papritura, edhe në lidhje me anën ekonomike. Ju ndoshta dëshironi të bleni një shtëpi, të ndërtoni diçka më të sigurt, jeni duke ëndrruar rreth kësaj gjëje dhe ju shoh që ju do ta ndryshoni dhe do t'i bëni gjëra të shumë papritur gjatë kësaj jave, në lidhje me gjithçka. Ndërkohë, ju mund të keni qenë duke kërkuar gjatë gjithë kohës një shtëpi, një makinë ose blerjen e diçkaje, një pjesë tjetër ndoshta edhe për të investuar në shtëpinë tuaj ose edhe për fëmijët tuaj. Dhe kjo gjë ka zgjatur për një kohë të gjatë, por shoh që do çliroheni dhe ju do arrini të bëni atë ndryshim që ju dëshironi dhe ky ndryshim do vi shumë papritur, por ndërkohë ju do arrini të ndërtoni gjëra më të sigurta. Dhe këtu flasim një njohje më të sigurt, një lidhje ose marrëdhënie më të sigurt, ku t'ju japi siguri, por edhe në lidhje me investime të ndryshme që doni të bëni gjatë kësaj jave. Disa prej jush mund të jeni duke bërë disa punë njëkohësisht dhe dëshironi të mbyllni, por ndërkohë për një pjesë tjetër mund të mbyllni një partneritet, një bashkëpunim, një punë, ose ju thash mund të jeni duke bërë disa punë njëkohësisht dhe kjo gjë ju ka lodhur. Por shoh që jemi te 10-a, ju do të jepni fund kësaj situate, do të çliroheni për të ndërtuar dhe për të bërë diçka ndryshe, për të filluar diçka të re, një partneritet të ri, një bashkëpunim të ri, ose edhe duke lënë ato ngarkesat e mëdha që ju mbani mbi shpinën tuaj për të bërë diçka
jo kaj të lodhshme si e keni bërë deri në këto momente. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë edhe të gjithë ata që kanë ascendente ose hënën në shenjën e Demit. Të shohim si do jetë java për ju. Ju shoh në fillim të javës, do keni oferta. Mund të jetë një ofertë dashurie, një person vjen drejt jush. Mund të jetë një person që është në një udhtim të shkurtër ose të gjatë, dhe këtu në fakt jemi më tepër te energjia juaj. Dhe ose ju do shkoni në një udhtim drejt këtij personi, ndërkohë shoh që ju do gjeni forcën brenda vetes për të hyrë në njohje të reja ose për të pranuar një ofertë të re. Ju shoh që sikur do lindni nga hyri dhe do gjeni forcën tuaj të brendshme për të bërë çdo gjë që ju dëshironi gjatë kësaj jave. Ndërkohë ju shoh në festime, mund të mblidheni në një grup njerëzish ose për pjesën e beqarve, mund të njihni një person që ju mund të ndodheni në një ambient festiv, ku ka disa persona aty, dhe këtu do t'ju tërheqë një person. Gjithsesi ju shoh pak të lodhur psikologjikisht. Keni nevojë të qetësoheni, të merrni një pushim, duhet keni pak kujdes me shëndetin, por ndërkohë do të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Ndërkohë në lidhje me punën tuaj, shoh që do keni një ofertë pune shumë të mirë, por dhe ju ndërkohë ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës. Keni një angjëll mbrojtës që ju mbron në lidhje me situata të ndryshme që keni, dhe shoh që ju do përdorni gjithë energjinë tuaj për të ndoshta në lidhje me ofertat që do keni, me projektet, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj, dhe ju shoh që do jeni duke festuar. Ndoshta ju keni bërë gjithçka për ta festuar këtë gjë. Gjithsesi, ndoshta gjitha këto situata, sepse shoh që ju keni përdorur vërtet energjinë tuaj, gjithë energjinë, për të arritur ndoshta në një sukses ose në një arritje në lidhje me punën tuaj ose edhe nga ana ekonomike. Por ndërkohë në fund të javës do bini pak të lodhur. Duhet keni pak kujdes në lidhje me shëndetin, ndoshta duhet merrni një pushim për të qetësuar për veten tuaj dhe për të menduar se si të vazhduar përpara në lidhje me çfarë do lloj situate. Disa prej jush ju shoh që mendoni shumë fort për anën ekonomike. Ndoshta gjatë kësaj jave do lëvizni shumë fort në lidhje me anën ekonomike. Sepse në lidhje me anën ekonomike, por edhe me situata të ndryshme, varet nga situatat që ju jeni, ju do harrini të merrni lajme të mira. Do jetë një lajm i mirë ekonomik, një lajm i mirë në lidhje me punën, ndoshta me fëmijët tuaj, me shtëpinë tuaj. Por e shoh që ju gjatë kësaj jave do harxhoni shumë energji, por edhe sikur do të çoheni nga hiri dhe për të rilindur përsëri në lidhje me gjithçka. Thjesht duhet të keni pak kujdes me lodhjen në fund të javës. Mundohuni të pushoni, por edhe të merrni atë energjinë e humbur, por ndërkohë kujdes edhe me shëndetin tuaj. Ndoshta një kontroll mjekësor, një check-up ose diçka tjetër, sepse shoh një lodhje të madhe. Ndoshta e gjithë kjo energji që ju harxhoni mund të çojë edhe në situata ndoshta pak të vështira në lidhje me shëndetin. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit.
Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e binjakëve. Dhe shohim energjinë që do na vi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Në lidhje me ju shoh që në fillim të kësaj jave keni një ofertë dashurie. Është një person që do flertoj pak gjatë fillimit të javës, por ju shoh që ju do t'rregoni shumë të prerë. Ose një pjesë për ju keni qenë ose do jeni në kërkim të një dashurie. Por për gjithë ata që do kenë një flert, ju do t'rregoni shumë të prerë me këtë person. Edhe pse shoh që ju mungon dashuria, ju mungon ana ekonomike për një pjesë për jush, ose ju shpenzoni shumë dhe ngeleni me pak të ardhura në duar, por në rastin tjetër duhet keni kujdes me lodhin, por dhe me anën tuaj shëndetësore. Ose ju mungon një person i caktuar, mund t'ju mungoj një punë ku ju e keni bërë më përpara, mund t'ju mungoj një pjesë e shoqërisë tuaj, mund t'ju mungojnë fëmijët tuaj, ndoshta i keni në distancë edhe ju mungojnë. Gjithsesi shoh fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë fillimi i një njohjeje që do bëhet gjatë kësaj jave, fillimi një shtatzanie për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do ketë fillime të reja në lidhje me punën, me anën ekonomike, mund të jetë një kurs, një trajnim ose diçka tjetër, gjithsesi do marrin një zhvillim shumë të mirë. Çfarëdo lloj gjëje që të filloni gjatë kësaj jave, por ndërkohë shoh që do jetë një javë me bollëk, me prosperitet dhe me bereqet për ju. Ndërkohë, për gjithë ata që janë në kërkim të një dashurie, shoh që ju keni një fillim të ri. Por do ketë persona që mund të flertojnë me ju, por ju do t'rregoni shumë të prerë me këta persona, edhe pse shoh që dashuria ju mungon. Por ju do harrini të bëni një fillim të ri në dashuri. Për pjesën tjetër, për gjithë ata që dëshirojnë një shtatzani, do merrni lajme të mira, ndoshta ju keni qenë gjatë gjithë kohës të përqendruar te kjo gjë. Për një pjesë për jush ndoshta mund të ndjeni atë mungesën e një shtatzanie, ndoshta keni dëshiruar për shumë kohë dhe kjo gjë ju ka lodhur pak, por është një javë që ju do ta bëni këtë fillim. Për pjesën tjetër, mund të jetë fillimi një kursi, ju keni kërkuar, ju jeni në kërkim, ndoshta për të bërë një kurs, për të bërë një trajnim, ndoshta për një udhtim jashtë shtetit, për të shkuar diku. Dhe shoh që keni lajme të mira aty në lidhje me udhtimet, dhe udhtimet mund të jenë të shkurtra ose të gjata. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, edhe aty shoh lajme të mira, ndoshta një pjesë prej jush keni qenë në kërkim të një pune, në kërkim të një shtëpie, ose në kërkim të diçka e tjetër, të një zhvendosje, ose për të shkuar nga një shtet në shtet tjetër, nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër. Por ju shoh që mungojnë pak parat, do t'ju mungojnë gjatë kësaj jave, ose ju do jeni me pak të ardhura në duar. Gjithsesi, unë ju shoh që ju do ta bëni këtë fillim të ri. Nuk ka rëndësi nëse ju keni pak para në duar ose jo. Është një fantastike, ju do keni fillime zhvillime të mira, lajme të mira, thjesht mos u tregoni kaq të prerë në lidhje me personat që do t'ju ofrohen. Dhe kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Gafores. Dhe shohim, ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, dhe shohim energjinë që do na vi edhe për ju. Atëherë, shoh do jetë një javë fantastike edhe për ju. Shoh që ju do harrini një lloj stabiliteti.
do arrini stabilitet në lidhje me emocionet tuaja, ose një stabilitet ekonomik. Për një pjesë tjetër, do arrini të stabilizoni njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe ju shoh shumë të sigurt në veten tuaj, me një besim të madh brenda vetes tuaj. Ndërkohë, jemi te energjia juaj që është karta e karrocës. Ju është një javë ku do të jepni drejtim anës tuaj emocionale, do të jepni drejtim marrëdhënieve tuaja, familjes tuaj ose fëmijëve tuaj, por edhe punës dhe anës tuaj ekonomike. Dhe ju shoh që kemi kartën e intuitës, ku ju intuita do t'ju ndihmoj gjatë kësaj jave në lidhje me situata të ndryshme që jeni. Dhe këtu flasim, mund të jetë një situatë në lidhje me dashurinë, ku ju do besoni intuitën tuaj për ta çuar para këtë njofje, këtë lidhje ose marrëdhënie tuaja. Në rastin tjetër, kjo ka lidhje me punën nga ana ekonomike, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do keni udhëtime. Ju dëshironi të bëni një udhëtim dhe do ta bëni këtë udhëtim, do të jepni drejtim për ta bërë, sepse ju shoh shumë fort 2 herë këtu. Një pjesë prej jush ju shoh që do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani, për duke dëgjuar intuitën tuaj, por dhe duke futur besime të reja në jetën tuaj. Ju shoh gjatë gjithë kohës në lëvizje, do keni udhëtime të shkurtra ose të gjata, me qëllime në veten tuaj, por ndërkohë dhe me udhëtime. Ju shoh shumë entuziast në lidhje me këto udhëtime. Gjatë këtyre udhëtimeve mund të keni flerte, jo flerte, por do keni më tepër romanca, ose shoh një udhëtim me shumë pasion. Ju do ta bëni vërtet me dëshirë të madhe këtë udhëtim. Në lidhje me anën ekonomike, por dhe me punën tuaj, ju do arrini ta stabilizoni punën, por ndërkohë do merrni dhe një shumë parash që do t'ju kënaqë, që ju do ta ndjeni veten më të stabilizuar nga ana ekonomike. Ndoshta duke marrë këto parat mund të shkoni në këtë udhëtim, por ndërkohë do keni një intuitë shumë të zhvilluar gjatë kësaj jave që do t'ju ndihmojë në lidhje me gjithçka që ju dëshironi. Mund të jenë udhëtime pune, udhëtime jashtë shtetit, udhëtime nga një qytet në qytetin tjetër, mund të jenë dhe udhëtime për qejf afër ambientit ku jetoni, por gjithsesi do ndiheni entuziast, do keni shumë pasion, do keni një energji të jashtëzakonshme në lidhje me gjithçka që do bëni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e luanit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju shoh në një sukses, në një fitore. Nuk e di, do ndjeni të suksesshëm në fillim të kësaj jave, në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike ju shoh, por këtu jeni në energjinë tuaj, ju do jeni me shumë pasion në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta ju mund të shkoni në një udhëtim, aty të njihni një person dhe do keni shumë pasion në lidhje me këtë person, por do keni dhe një energji të jashtëzakonshme. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do keni udhëtime, do keni një energji të jashtëzakonshme në lidhje me udhëtimet, por mund të keni dhe një sukses te vendi punës, me projektet, me bashkëpunimet tuaja, nga ana ekonomike, që do t'ju bëjë që ju të ndjeni shumë entuziast dhe të keni shumë pasion gjatë kësaj jave. Gjithsesi, gati në fund të javës, një pjesë prej jush mund t'ju mungojë një person. Edhe pse gjithçka rreth jush do jetë shumë mirë, ju përsëri ju mungon një person.
mund të jetë një person i së kaluarës tuaj. Një pjesë tjetër, mund të ndiheni pak të trishtuar në lidhje me humbjet që keni pasur. Mund të keni humbur një person, një punë, diçka nga ana ekonomike, ose një pjesë tjetër mund të keni humbur një ofertë, një mundësi që mund t'ju ketë ardhur, dhe jeni përqendruar te kjo pjesë. Por karta ju këshillon, lërini gjërat të rrjedhin dhe shikoni ofertat dhe mundësitë që do t'ju vinë. Sepse ju gjatë kësaj jave, edhe pse keni pasur humbje në të kaluarën, kjo javë do t'ju ndihmoj që ju të shikoni mundësitë dhe ofertat në lidhje me dashurinë, me një person tjetër, ose një mundësi në lidhje me personin që ju keni pasur në të kaluarën. Për pjesën tjetër, ka lidhje me ofertat te vendi punës. Ju ndoshta keni humbur një punë dhe jeni përqendruar te kjo gjë, por nuk shikoni ofertat që ju vinë. Ndoshta nga që jeni përqendruar te ky lloj trishtimi. Duhet të dilni nga situata të kaluara, të lini mbrapa dhe të shikoni para. Të shikoni para sepse mundësitë dhe ofertat janë aty për ju. Në fund të javës, një pjesë prej jush mund të jetë një person që dëshiron të njihet me ju dhe ju e refuzoni. Ndërsa për disa të tjerë, ndoshta është ky person që ju vjen, ju e refuzoni sepse ju jeni përqendruar te një person i së kaluarës. Ndërsa për disa të tjerë jeni përqendruar kaq shumë te ky trishtim sa nuk e shikoni këtë person që po ju ofrohet, po ju jep emocione, po ju jep dashuri. Ndërsa në lidhje me punën, por dhe me marrëdhëniet tuaja, flasim, nuk e di, do keni një lloj trishtimi në fund të javës. Gjithsesi, nuk është se është javë negative, thjesht në fund të javës duhet keni pak kujdes, mos u përqendroni te gjëra nga e kaluara. Lërini gjërat të rrjedhin, shikoni gjërat para, çfarë ju sjellin mundësitë dhe ofertat që do keni në jetë. Gjithsesi, është një javë me fillime, me suksese të mëdha, me udhëtime, me një fitore për një pjesë tjetër, me një energji të jashtëzakonshme, e filloni shumë bukur javën, por në fund të javës duhet të dilni nga këto situata dhe këtë mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që ju të jeni. Disa mund të kenë lidhje me dokumenta, disa mund të kenë lidhje me ju do të jepni drejtim situatave, gjithsesi, disa mund të kenë lidhje me fëmijët tuaj, me shtëpinë, me kurse të ndryshme, me studime për një pjesë tjetër, por edhe me gjithçka që mund të keni në jetën tuaj. E rëndësishme është që ju do gjeni forcën për të vazhduar përpara. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë të shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose dhe te WhatsAppi. Dhe kartat nuk presin për ju, dëshirojnë të flasin, se dolën disa herë. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Po vjen një energji shumë e bukur edhe për shenjën tuaj, në fakt kjo kartë doli disa herë edhe që parë. Gjithsesi, shoh që ju do keni një ofertë, keni shumë emocione, ose është një person më saktë që ka emocione në lidhje me ju, por ju shoh që ju largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj, për të bërë një fillim të ri, për të hyrë në një njohje të re, sepse shohim që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, por ju duhet të lini diçka mbrapa për ta bërë këtë. Më falni. Ndërsa për pjesën tjetër, dhe ju shoh që keni dhe një rikthim nga e kaluara, mund të jetë një person që rikthehet nga e kaluara juaj. Por më shumë e shoh që këtu ju vjen një person i ri, ju largoheni për të marrë një drejtim më të mirë, dëshironi të filloni diçka të re, por shoh një rikthim. Është një person nga e kaluara që do rikthehet tek ju. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që keni lajme të mira në lidhje me familjen, me fëmijët tuaj. Mund të keni lidhje me studimet, me dokumenta të ndryshme.
ose në lidhje me punën, me anën ekonomike, ju dëshironi të merrni një drejtim më të mirë në të gjitha situatat që mund të jeni gjatë kësaj jave dhe shoh që do keni fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Mund të jetë dhe fillimi një shtatzanie të re, fillimi një dashurie, një fillim i ri në punën tuaj ose me projekte, me bashkëpunime të ndryshme që mund të keni, me dokumentat, me studime, me kurse të ndryshme që do marrin një zhvillim shumë të mirë. Por shoh edhe bolluk dhe prosperitet, edhe nga ana ekonomike. Diçka nga e kaluara do kthehet, por është diçka që kthehet pozitivisht nga e kaluara. Nuk janë gjëra negative që kthehen tek ju. Mund të jetë rikthimi i një situate, por për mirë. Mund të jetë rikthimi i një çështje që ju mund të keni pasur, por gjithmonë kthehet pozitivisht, për pozitivisht. Ndërsa për një pjesë tjetër, mund të jetë që ju mund të vinë t'ju kërkojnë të një punë që keni qenë dikur, dhe këta persona kthehen dhe ju kërkojnë. Ose ju keni qenë më mirë nga ana ekonomike dhe kjo situatë rikthehet përsëri që ju të arrini të stabilizoni anën tuaj ekonomike, por dhe të bëni fillime të reja ekonomike. Gjithsesi, është një javë shumë e bukur, me lajme të mira, me fillime, me zhvillime shumë të mira, me rikthime të mira që do t'ju gëzojnë, por shoh që ju do lini mbrapa gjithçka që mund të keni pasur duke marrë një drejtim më të mirë për vete, duke marrë një drejtim në dashuri, në marrëdhëniet tuaja nga ana ekonomike, por me fëmijët tuaj, me kurset, me dokumentat të ndryshme, sepse shoh që do keni zhvillime shumë të mira gjatë kësaj jave, është një javë që mund ta shfrytëzoni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.